Ekziston një moment shumë i veçantë në orët e para të mëngjesit, pikërisht atëherë kur duket se gjithë bota është ndalur, në të cilin sytë e tu hapen pa ndonjë arsye të dukshme. Nuk ka asnjë zhurmë në rrugë, asnjë dritë nuk është ndezur dhe trupi yt duhet të jetë në gjumë të thellë. Por diçka të ka shkëputur nga gjumi, një dridhje e lehtë, sikur dikush ta ketë shqiptuar emrin tënd në heshtje apo të ketë prekur në shpatull nga një vend tjetër. Zemra të re më shpejt, frymëmarrja ndryshon dhe një ndjesi e çuditshme vendoset në gjoksin tënd. Nuk është frikë, është siguri. Shikon orën dhe shfaqen ato orë pezull, ajo heshtje absolute mes orës 3 dhe 4 të mëngjesit. Mendja jote shkon, pa kërkuar leje, drejt një imazhi të vetëm. Atyre personave që vendosën të largoheshin nga jeta jote. Pyes veten pse. Pyes pse tani, pikërisht kur po bën gjithë punën e brendshme për të lëshuar dhe për të ecur përpara. Pse kujtimi i tyre kthehet me aq forcë pikërisht në momentin kur mbrojtjet e tua janë të dobëta, kur kontrolli është i fikur dhe e vërteta qëndron e zhveshur, është thelbësore të kuptosh diçka. Kjo nuk është rastësi dhe as thjesht pagjumësi. Nuk është imagjinat apo nostalgji e pasgjidhur. Ajo që po përjeton është një reagim fizik dhe energjetik ndaj një ngjarjeje që po ndodh diku tjetër. Ekziston një ligj universal që e shpjegon këtë. Energjia nuk njeh as distancë, as kohë. Kur dy njerëz kanë ndarë një lidhje të thellë, krijohet një urë e padukshme përmes së cilës udhëtojnë emocione, kujtime dhe të vërteta që nuk mund të fshihen. Carl Jung foli për këto lidhje me një qartësi të pakëndshme. Në vetdia nuk zhduket, ajo thjesht pret momentin të shfaqet. Ditën kjo person mund të duket e largët, e sigurt, madje e painteresuar. Por natën, kur egoja dobësohet, mendja e saj pushon së luftuari kundër kujtimit tënd. Aty, në cenueshmërinë e saj më të thellë, pendimi fillon të dërgojë një frekuencë dhe ti e merr atë. Zgjohesh, sepse në atë moment intensiteti me të cilin kjo person ndjen mungesën tënde të I kalon aftësinë e saj për ta mohuar. Nuk është se mendon me vetdije për ty, është më keq. Ajo nuk mund të shmangë më ndjenjën. Mendja e saj të kërkon ndërsa krenaria fle. Nuk vjen asnjë mesazh, asnjë telefonat, por ka një konfirmim të heshtur që nuk gabon. Procesi tashmë ka filluar, jo në sipërfaqe, të cilën e shohin të gjithë, por në thellësitë e vetdijes së saj, pak para se të mbyllë sy. Nata nuk fal gënjeshtrat e brendshme. Kur gjithçka hesht, mendja pushon së ikuri. Gjatë ditës zhurma funksionon si anestezi. Punë, ekrane, biseda bosh. Janë shpërqendrime që e mbajnë dhimbjen nën kontroll, por në orët e para të mëngjesit nuk ka arratisje. Aty nuk ka publik dhe as maska që duhen mbajtur. Mbetet vetëm vetdia që përballet me veten dhe rishikon vendimet e kaluara me një qartësi të pakëndshme. Dhe atëherë mungesa jote fillon të peshojë më shumë se të gjitha arsyetimet që ajo I dha vetes për t'u larguar. Ndërsa ti shëroheshe në heshtje, kjo person mësonte të justifikonte jetën e saj. I thoshte vetes se I duhej hapësirë, se ishte gjëja e duhur, se koha do të rregullonte gjithçka. Egoja ndërtoi një rrëfim bindës për të mos parë humbjen drejte në sy, por egoja lodhet dhe kur lodhet, shfaqet e vërteta. Asaj nuk I mungon ti për atë që ke bërë, I mungon për atë që ke zgjuar në të, për versionin e vetvetes që dilte vetëm kur ajo ishte me ty. Jung e quajti këtë ballafaqim me hijen. Nuk është mall romantik, është identitet I thyrë, sepse kur dikush largohet nga autenticiteti, mund të ecë përpara, por nuk mund ta zëvendësojë atë. Natën mendja e saj pa dashje krahashton lidhje të reja, stimuj të ndryshëm, por asnjë rezonancë të thellë. Dhe ky krahasim nuk kërkon kthimin, kërkon të kuptojë pse mungon diçka. Aty lind pendimi, jo si dëshirë për t'u kthyer, por si njohje e vonuar e vlerës. Ti nuk e ndjen sepse mendon për të, por sepse e parandjen. Trupi reagon para arsyes, prandaj gjoksi shtrëngohet, prandaj gjumi këputet pa paralajmërim. Nuk po kthehesh mbrapa në procesin tënd, po merr informacion. Intuita nuk flet me fjalë, ajo flet me ndjesi të sakta. Është një sinjal I shkurtër, por I fuqishëm.
Dikush që të ka humbur, fillon të kuptoj se çfarë ka nënkuptuar të ketë, pikërisht tani që nuk mund të prek më. Këtu ka diçka të rëndësishme. Mos e ngatëroni perceptimin me misionin. Nuk zgjohesh për të shpëtuar dik apo për të rihapur një derë të mbyllur. Zgjohesh sepse sistemi yt i brendshëm nuk vibron më nga mungesa. Më parë kjo kujtim do të kishte dhembur ndryshe, tani thjesht informon. Dallimi është i hollë, por vendimtar. Nuk ka më frikë nga përgjigjja, vetëm qartësi. Dhe kur vjen qartësia, lidhja pushon së kapuri dhe fillon të çliroj, edhe nëse tjetri e kupton këtë vetëm tani. Ndërsa ti integron, personi tjetër reziston. Kjo është zhvendosja e pashmangshme. Prandaj pendimi nuk shfaqet në vepra, por në mendimet të përsëritura të natës. Kujtime që kthehen pa leje, fjalë të pathëna, momente të thjeshta që tani peshojnë rëndë. Nuk është dramë, është proces psikologjik. Mendja rishikon atë që nuk arriti të mbante dhe e bën këtë kur vigjilenca bie. Dita gënjen lehtë, nata jo. Nata zbulon atë që ka qenë e vërtet, edhe nëse nuk është më e disponueshme. Ndoshta pyes veten nëse kjo do të thotë diçka më shumë, nëse është shenjë për t'u kthyer. Përgjigjja është e pakëndshme, por e sinqertë. Jo gjithmonë. Ndonjëherë pendimi vjen vetëm për të mbyllur ciklet e brendshme. Jo çdo njohje nënkupton ribashkim, dhe kjo është pjekuri emocionale, sepse të nxënit nuk kërkon gjithmonë vazhdimsi. Ndonjëherë kërkon vetëm kuptim. Nuk ke nevojë të shfaqesh që procesi i tjetrit të ndodhë. Mungesa jote tashmë po mëson atë që prania jote po përpiqej të tregonte sa kishte ende kohë. Diçka e thellë po ndodh brenda teje. Fillon të flesh ndryshe, jo sepse harron, por sepse nuk humbet më në kujtim. Imazhi shfaqet dhe zhduket pa luftë, pa rrëfim. Kjo është integrim. Nuk pyet më çfarë ke bërë gabim apo çfarë mund të kishe ndryshuar. Vëmendja kthehet te boshti yt dhe kur kjo ndodh, lidhja energjetike dobësohet. Jo sepse qahet me dhunë, por sepse nuk ka më nevojë për tension për të ekzistuar. Ajo shndërrohet në një kujtim neutral. Paradoksalisht, ky është momenti kur pendimi i tjetrit bëhet më i fortë, sepse ai nuk të ndjen më të arritshëm. Energjia nuk përgjigjet më si më parë, dhe ajo që dikur dukej si kontroll, tani ndjehet si humbje e vërtetë, jo e lidhjes, por e aksesit tek ti. Jung do të thoshte se aty shfaqet konflikti i vërtetë, kur në vetdia kupton se ajo që kishte hedhur poshtë ishte në të vërtetë një pjesë thelbësore e rritjes së saj. Dhe ky kuptim nuk bën zhurmë, por lë gjurmë. Prandaj mos i detyro domethënjet, mos ndiq shenjat. Detyra jote nuk është të interpretohesh procesin e tyre, por të nderosh tëndin. Nëse zgjohesh në orët e para të mëngjesit, merr frymë, vëzhgo dhe ktheu tek vetja. Kjo ndjesi nuk kërkon veprim, kërkon praninë tënde. Cikli mbyllet në të dyja anët, vetëm në ritme të ndryshme. Dhe kur zgjedh të mos ndërhysh, diçka vendoset me elegancë, sepse fuqia e vërtet nuk qëndron në faktin që dikush pendohet, por në faktin që ti nuk varet më prej tij. Diçka ndryshon kur pushon së reaguarit. Trupi e di këtë para mendjes. Nuk kontrollon më të kaluarën për shenja. Nuk interpreton më çdo kujtim si shenjë, thjesht vëzhgon. Kjo qetësi e brendshme është e re dhe megjithse duket e thjeshtë, është thellësisht shqetësuese për atë që është larguar, sepse energjia jote nuk përgjigjet më njësoj, nuk ka tension, nuk ka pritje. Dhe kur dikush ndalon së pasuri nevojë, lidhja ridefinon veten. Nuk këputet pa pritur, por humbet forcën e saj gravitacionale. Kjo është ajo që fillon të ndjej pala tjetër. Një mungesë që nuk mund të rikthehet vetëm me dëshirë. Gjatë ditës kjo person vazhdon të funksionojë, ndjek orare, buzëqesh kur duhet, bën biseda që nuk thon asgjë. Por natën, kur shurma shuhet, mendja kthehet te pika e saktë e thyrjes, jo te konflikti, por te çasti para tij, kur ende kishte diçka të vërtetë. Ky kujtim nuk kërkon pajtim, kërkon kuptim dhe nuk e gjen, sepse kuptimi humbi në momentin kur ajo vendosi të largohej pa kuptuar çfarë linte pas. Kjo është rrënja e pendimit. Këtu shfaqet një ngatërim i zakonshëm, besimi se pendimi është dashuri.
nuk është gjithmonë kështu. Shpesh është vetëdia e vonuar. Është njohja se jo çdo gjë mund të zëvendësohet, se disa prani nuk ishin komoditete, por speranca. Ti ishe stabilitet emocional në një botë të brendshme kaotike, dhe kur ai stabilitet zhduket, ai nuk mungon nga lidhja, por nga kontrasti, nga krahasimi i pashmangshëm. Nata e zbulon këtë ndryshim me ashpërsi. Ajo që shfaqet nuk është dëshirë, është boshllëk. Një boshllëk që nuk mund të mbushet nga jashtë. Ndërkohë ti je në një proces tjetër, më pak i dukshëm, por më përfundimtar. Ke mësuar të mos e shpjegosh veten, të mos e justifikosh vlerën tënde. Kjo ndryshon qëndrimin tënd, mënyrën si shikon, mënyrën si ekziston në botë. Nuk lëshon më frekuencën e dikujt që pret, por lëshon qetësi. Dhe qetësia nuk ndjek, nuk kërkon, nuk ka nevojë për prova, është e heshtur por e qëndrueshme. Prandaj, kur tjetri përpiqet të rilidhet energjikisht, ai gjen diçka tjetër. Jo një refuzim, por një mbyllje. Dhe kjo mbyllje ndjehet. Jung tha se ajo që nuk jetohet bëhet fat, dhe këtu ajo përmbushet me një saktësi shqetësuese. Ky person nuk e përjeton mungesën tënde si ndëshkim, por si pasojë. Çdo natë është një kujtesë e asaj që nuk pati guxim të mbante. Jo sepse ishte e pamundur, por sepse do të thoshte të shihte vërtet veten. Ti përfaqësoje atë pasqyrë dhe thyrja e pasqyrës nuk e eliminon reflektimin, vetëm e shpërndan atë. Prandaj kujtimi rishfaqet vazhdimisht i copëzuar, pa u tretur. Pendimi nuk kërkon të kthehet pas, por të integrojë atë që është mohuar, dhe ky proces është i ngadalë dhe i vetmuar. Është e rëndësishme të mos e romantizosh këtë. Jo çdo pendim çon në veprim. Disa njerëz mësojnë vetëm për brenda, dhe ky mësim nuk të përfshin gjithmonë ty. Kjo nuk e zvogëlon vlerën e asaj që u përjetua. Përkundrazi, e vërteton atë, sepse nëse prania jote ka lënë gjurmë, ajo nuk ka nevojë për vazhdimsi që të jetë reale. Nuk je këtu të mbyllësh ciklet e të tjerëve. Je këtu të banojësh tënden. Dhe kur e kupton këtë, ora e hershme e mëngjesit ndryshon. Nuk zgjohesh më me frikë, por me një qetësi të çuditshme, sikur diçka të vendoset pa fjalë në vendin e vet. Ky është rritje e qetë, por e pakthyeshme. Ndoshta shfaqen ende imazhe. Kjo është normale. Kujtimi nuk shihet, por interpretohet. Por nuk të tërheq më me vete, tani kalon pranë si një re. Dhe në këtë ndryshim të hollë qëndron një fitore që askush nuk e sheh. Dikur kujtimi kërkonte përgjigje. Tani ai vetëm informon, nuk të vë në dyshim, nuk të përkufizon. Kjo tregon se lidhja energjetike po humbet intensitet, jo sepse ishte e gabuar, por sepse përmbushi funksionin e saj. Dhe kur diçka përmbush funksionin e vet, tërhiqet me elegancë. Edhe nëse nga ana tjetër kuptimi fillon vetëm tani. Nga jashtë mund të duket sikur asgjë nuk po ndodh, por brenda të dy kaloni një rishtrirje të thellë. Ti integron, tjetri përballet. Ti ecën përpara, tjetri rishikon. Ky zhvendosim shpjegon shumë. Nuk është padrejtësi, është pjekuri në kohë të ndryshme. Dhe këtu shfaqet një e vërtet e pakëndshme. Ai që zgjohet i pari, zakonisht lëshon i pari jo sepse do më pak, por sepse kupton më shumë. Kjo kuptim nuk bën shumë, por ndryshon fatet, sepse prej asaj çasti nuk zgjedh më nga plaga, por nga qartësia. Carl Jung këmbëngulte në diçka thelbësore. Individuimi fillon kur ndalojmë së projektuari dhe ti nuk projekton më te kjo personi konfirmimin që të mungonte. Kjo ndryshon gjithçka. Pendimi i tjetrit humbet fuqinë mbi ty. Nuk e përkufizon më vlerën tënde, as nuk orienton vendimet e tua. Ai bëhet informacion neutral. Dhe kur diçka nuk është më e ngarkuar emocionalisht, integrohet. Ky është momenti i saktë kur e kaluara pushon së sunduari, jo sepse e mohon atë, por sepse e kupton. Dhe kuptimi është liri, i qetë, por i qëndrueshëm. Kështu, kur të zgjohesh përsëri herët në mëngjes, mos e merr si shenjë regresi. Është një jehon e fundit, një vibrim që shuhet. Frymo, vëzhgo dhe ktheu te qendra jote. Nuk ka asgjë jashtë që duhet zgjidhur. Gjithçka e rëndësishme tashmë ka ndodhur brenda.
Pendimi i tjetrit do të ndjek rrugën e vet me ty ose pa ty, por rruga jote nuk varet më prej ti dhe aty diçka thelbësore mbyllet, jo me zhurmë, jo me dramë, por me një siguri të qetë. Nuk ishe një etapë, ishe një përvojë që transformon. Ka një fazë të heshtur që pothuajse askush nuk e përmend, kur nuk dhemb më, por as nuk ka më rëndësi. Nuk është një indiferencë e ftohtë, është një lëshim i vetëdijshëm. Aty zbulon diçka të papritur. Jo çdo lidhje është bërë të zgjas, por disa janë bërë të zgjojnë. Ti e përmbushe këtë rol, tregove thellësi në një botë sipërfaqësore, dhe kur dikush largohet nga thellësia, në fillim mund të ndihet i lehtë. Pastaj vjen pesha e vërtetë, jo ajo e fajit, por e kuptimit, sepse ajo që humbet pa vetdije kthehet si mësim, dhe ky mësim nuk do të thotë gjithmonë rikthim. Mendja njerëzore funksionon me kontrast, e kupton vlerën vetëm kur shfaqet mungesa. Prandaj pendimi nuk lind në momentin e largimit, por më vonë, kur e përditshmja nuk ka më substancë, kur përvojat e reja nuk plotësojnë. Aty lind krahasimi i pashmangshëm, jo me nostalgji romantike, por me ndershmëri brutale. Dikur ndihesha më shumë vetja. Kjo fjalë shfaqet papritur dhe dhemb, sepse nuk bëhet fjalë për të munguar ty, por për të i munguar vetvetes në versionin që ka ekzistuar pranë teje. Kjo nuk rikuperohet lehtë. Ti ndërkohë nuk ke më nevojë për kontrast. Ke mësuar të banosh veten. Kjo shihet në energjinë tënde, në mënyrën si nuk shpjegon më tepër. Siguria e qetë ka zëvendësuar urgjencën, dhe kjo transformim nuk është i dukshëm për të gjithë, por është i ndjeshëm. Prandaj disa njerëz shfaqen sërish kur nuk ka më hapësirë, jo sepse duan të kthehen, por sepse perceptojnë mbylljen. Pendimi zakonisht vjen kur dera nuk është më e hapur, dhe kjo e bën atë më intensiv, por jo më efektiv. Jung do të thoshte se këtu ndodh ndarja e vërtetë, jo fizike, por psikike. Kur ti nuk zë më hapësirë në të pavetëdijshmen e tjetrit si mundësi, bëhesh referencë, jo opsion. Dhe kjo ndryshon gjithçka, sepse një opsion vlerësohet, një referencë përthithet. Pendimi pastaj transformohet. Nuk kërkon më veprim, por integrim. Mendja përpiqet të kuptoj pse u hodh poshtë diçka kaq e vlefshme, dhe në këtë pyetje ka më shumë rritje se sa në çdo ribashkim. Edhe nëse vjen vonë, edhe nëse dhemb, edhe nëse nuk të përfshin, është e mundur që ai të mos e shpreh kurrë me fjalë. Shumë njerëz nuk dinë si, por trupi e tregon. Pa gjumësi, mendime që sillen rrotull, një ndjenjë boshllëku në fund të ditës. Nuk është ndëshkim, është vetdije që po del në sipërfaqe. Ndërsa ti fle më mirë, tjetri fillon të zgjohet. Ky shkëmbim energjie përmbyset. Dikur ti ishe ai që përpunonte. Tani jo më. Dhe ky ndryshim është përfundimtar, jo sepse bëhesh i paarritshëm, por sepse bëhesh i plotë. Dhe plotësia nuk negocion vendin e saj, ajo qëndron në heshtje. Këtu shfaqet një e vërtetë që çliron. Jo çdo pendim meriton përgjigje. Disa meritojnë vetëm respekt të brendshëm. Nuk ke pse të rihapësh plag për të validuar proceset e të tjerëve. Rritja jote nuk ka nevojë për dëshmitar, dhe kur e kupton këtë, dëmshuria zëvendëson pritjen. Nuk ka mullef, por as leje. Kjo neutralitet emocional është shenja më e qartë e shërimit. Nuk reagon më, por zgjedh. Dhe të zgjedhësh nga qetësia është diçka që nuk e ke ditur ta bësh më parë. Prandaj kjo fazë është kaq e rëndësishme, sepse këtu nuk ka dramë, ka gjykim. Dhe gjykimi ripërkufizon lidhjet. Ndoshta kujton momente të thjeshta, një bisedë, një të qeshur të ndarë, një heshtje të rehatshme. Ato nuk dhembin, thjesht ekzistojnë. Kjo tregon se kujtimi nuk komandon më, është integruar. Dhe kur diçka është integruar, nuk kërkon më energji. Pendimi i tjetrit ndërkohë është ende aktiv, sepse ende kërkon kuptim. Dhe nuk do ta gjej jashtë. Do ta gjej kur të pranoj se të lëshosh diçka autentike të ikë është gjithashtu një mënyrë për të humbur veten. Ky kuptim nuk ka nevojë për kontakt me ty, ka nevojë për ndershmëri me veten. Dhe jo të gjithë janë gati ta mbajnë këtë. Ka njerëz që kthehen vetëm në mendje, kur në prani. Dhe kjo gjithashtu është një mbyllje. Jo çdo cikël mbyllet me fjalë.
Disa mbyllen me vendime të brendshme. Ti e ke marrë tashmë tënden. Ke zgjedhur të mos coptohesh më. Ke zgjedhur të mos rish atje ku nuk mund të shihnin të plodh. Ky zgjedhje riorganizon gjithçka, madje edhe të kaluarën, sepse tani e sheh atë nga një vend tjetër, pa faj, pa idealizim, vetëm me qartësi. Dhe qartësia është e parehatshme për atë që ende fle. Prandaj pendimi i tjetrit nuk të prek më. Ai vjen, por nuk të prek. Carl Jung pohonte se ndryshimi i vërtet nuk ndodh kur i kuptojmë të tjerët, por kur ndalojmë së ikuri nga vetja. Ti nuk ikën më. Kjo ndihet në mënyrën si je. Dhe kur dikush që ka ikur e kupton se nuk ke më nevojë për të, diçka çahet brenda ti. Nuk është krenari e lënduar, është vetdije që zgjohet. Ai kupton se nuk ka qenë i pasvendësueshëm, dhe kjo kuptim dhem më shumë se çdo debat i kaluar, sepse nuk ka këtë fajsoj, mbetet vetëm pranimi. Dhe pranimi është rritje, edhe kur vjen vonë, edhe kur nuk është me ty. Prandaj, nëse ndonjëherë pyet veten kush humbi më shumë, përgjigjja nuk është më e rëndësishme. Ti nuk je në garë me të kaluarën, je në koherencë me veten tënde. Pendimi i tjetrit do të ndjek rrugën e tij siç duhet. I yti ka mbaruar. Tani ka hapësirë, qetësi dhe një ndjenjë të re dinjiteti. Nuk ke nevojë të zgjidhesh. Ti zgjedh veten, dhe kur dikush zgjedh veten, ai pushon së qeni i zëvendësueshëm. Ai bëhet një referencë e qetë, e thellë, e paharrueshme. Ekziston një moment i saktë në proces kur ti ndalon së pyetur i veten se çfarë ndjen ai, jo sepse nuk do të ishte e rëndësishme, por sepse nuk të përcakton më. Kurreshtja shuhet pa mundim. Dikur mendja kishte nevojë për përgjigje. Tani trupi kërkon koherencë dhe koherenca tregon gjithmonë nga brenda. Ky ndryshim nuk është i zhurmshëm, por është radikal, sepse shënon kalimin nga pritja te prania. Nuk jeton më në funksion të një mundësie të së kaluarës. Jeton në kontakt me atë që je sot. Dhe për atë që është larguar, kjo ndihet si një distancë e pamundur. Nga ana e tij, pendimi nuk vjen si një epifani ndriçuese, vjen i copëzuar në mendime të shpërndara, në krahasime të pavullnetshme, në një ndjesi të vazhdueshme se diçka mungon. Ata nuk munden ta emërtojnë qartë, por e ndjejnë, dhe e ndjejnë më shumë kur vërejnë se ti nuk je më emocionalisht e disponueshme. Nuk ka akuza, nuk ka dramë, ka vetëm një siguri të pakëndshme. Mundësia ka kaluar. Ky vetëdijsim nuk kërkon kontakt, kërkon kuptim. Dhe shpesh kuptimi vjen vonë, por vjen. Nuk e feston këtë pendim, nuk ke nevojë për të, sepse nuk e vërteton më vlerën tënde. Dikur ndoshta do të kishte pasur kuptim. Sot ai konfirmon vetëm një proces tëndin. Ke ndaluar së pozicionuari veten si mundësi, si pritje, si premtim i së ardhmes. Tani je prani e jetuar, dhe prania nuk negocion me të kaluarën. Kjo krijon një rikonfigurim të thellë të brendshëm. Nuk përshtatesh më për t'u futur diku, ti mban veten. Dhe kur dikush mban veten, bota përreth ose përshtatet ose rrëzohet. Të dyja janë të nevojshme. Jung pretendonte se psika kërkon gjithmonë tërësi. Kur diçka autentike refuzohet, kjo tërësi çahet. Prandaj pendimi nuk është linear. Ai vjen e ikën. Forcohet gjatë natës, shuhet gjatë ditës. Është një lëkundje e brendshme mes mohimit dhe pranimit. Të pranosh se të lënë të largohesh do të thoshte gjithashtu të lënë të largohej një pjesë e vetes. Jo të gjithë arrijnë ta integrojnë këtë, por ata që arrijnë ndryshojnë. Nuk kthehen gjithmonë, por zgjohen. Dhe ti ke qenë, pa e ditur, katalizator i këtij zgjimi. Edhe nëse nuk je më aty për ta parë. Këtu historia jote merr një drejtim tjetër. Ti ndalon së shikuari pas për të kërkuar vërtetim. Fillon të ndërtosh nga zgjedhja. Marrëdhëniet e ardhshme nuk lindin nga boshllëku, por nga gjykimi. Ti tashmë e di çfarë nuk negocion, çfarë nuk ndjek, çfarë nuk detyron. Ky mësim nuk ka qenë i kodh. Është paguar me heshtje, me net të gjata, me pyetje pa përgjigje, por sot kjo përvojë bëhet bazë, jo barë. Dhe kur dikush nga e kaluara përpiqet të rezonojë, gjen një frekuencë tjetër, më të qëndrueshme, më të pastër, më pak të disponueshme për atë që nuk është real.
Pendimi I tjetrit nuk përkthehet gjithmonë në fjalë. Ndonjëherë shfaqet vetëm si një ndjenjë e vazhdueshme humbjeje, jo tënde, por të asaj që mund të kishte qenë. Kjo është ajo që vërtet dhemb, mundësitë e papërjetuara, gjestet e pambajtura, bisedat e shmangura. Dhe megjithse nuk e shprehin kurrë, kjo vetdije vendoset brenda tyre. Nuk kërkon falje, kërkon kuptim. Por kuptimi I vërtet nuk ka nevojë për praninë tënde, ka nevojë për ndershmëri të brendshme. Dhe ky proces ndodh në vetmi, ndërkohë ti ecën përpara me një lehtësi në rritje. Ka diçka thellësisht çliruese në faktin që nuk je më pika emocionale e referimit të dikujt. Jo sepse humbet rëndësinë, por sepse rimerr energjinë tënde. Kjo energji kthehet tek ty si qartësi, qetësi e qëndrueshme, intuit e rafinuar. Nuk dyshon më në kufit e tu, nuk I shpjegon, I banon. Dhe kur dikush nga e kaluara përpiqet t'i kalojë ato, ndesh një prani të fortë, jo një plag të hapur. Kjo riformulon çdo mundësi lidhjeje, sepse tani nuk lidhesër nga nevoja, por nga zgjedhja e vetëdijshme, dhe kjo ndryshim ndihet edhe kur nuk emërtohet. Mund të ndodhë që një natë kujtimi të trokas sërish në derë, jo për të qëndruar, por vetëm për të përshëndetur. Kjo nuk është rënje në të shkuarën, është kujtesë e integruar. Dallimi qëndron në përgjigje. Dikur kujtimi aktivizonte pyetje, sot aktivizon vetëm vëzhgim. Dhe ti vëzhgon pa gjykim, pa lidhje. Kjo neutralitet është shenjë e një mbylljeje të vërtetë. Pendimi I tjetrit nuk gjen më pikë ankorimi tek ti, sepse nuk ka më hapësirë për paqartësi, vetëm për të vërtetën e përjetuar. Dhe e vërteta, kur trupëzohet, nuk ka nevojë të shpjegohet, ajo mbahet vetë. Jung tha se pjekuria konsiston në pushimin së kërkuari jashtë asaj që mund të konsolidohet vetëm brenda. Ti nuk kërkon më. Dhe kjo mos kërkim është ajo që ndikon më shumë të tjetri, sepse e përball me mungesën e tij të pranisë, me paaftësinë e tij për të mbajtur të thellën. Nuk është qortim, është pasqyrë. Dhe jo të gjithë e tolerojnë atë që shohin. Prandaj disa pendohen në heshtje, jo për t'u kthyer, por për të kuptuar. Ky kuptim nuk riparon gjithmonë, por transformon. Dhe ti ke qenë pjesë e kësaj transformimi, edhe nëse nuk je më në skenë. Në fund nuk ka rëndësi kush iku ose kush u pendua. Ka rëndësi kush e integroi përvojën dhe vazhdoi të rritet. Nuk dole e paprekur, por dole e qartë. Dhe qartësia ndryshon fatet. Nuk ecën më duke pritur njohje, ecën me drejtim. E kaluara ka mbetur aty ku I takon, jo si barë, por si mësim. Dhe nëse ndonjëherë dyshon, kujtoje këtë. Kush zgjohet në vetdije, nuk fle më kurrë në lidhje të përgjysmuara. Kjo është mbyllja jote e vërtetë. E qetë, elegante, përfundimtare. Ekziston një pjekuri që vjen pa paralajmërim. Kur e kupton se jo çdo mbyllje ka nevojë për fjalë, disa lidhje mbyllen brenda në një gjest intim pranimi. Nuk pret më shpjegime, sepse e kupton se jo të gjithë dinë të emërtojnë atë që ndjejnë. Dhe ky kuptim nuk të zvogëlon, të çliron. Pendimi I tjetrit mbetet atje ku I takon, në procesin e tij. Ti nuk e përthith, nuk e interpreton, nuk e mban. Ecën përpara me një lehtësi të re, si dikush që ka lënë pas një valixhe të rëndë dhe zbulon se kështu ecet shumë më natyrshëm. Nga perspektiva e tyre mungesa jote fillon të marrë një kuptim tjetër. Nuk është thjesht distancë, është pasojë. Ata kuptojnë se nuk je humbur, je tërhequr. Dhe pikërisht aty lind vetëdijsimi I fundit, jo tek ti, por tek ata. Sepse ai që tërhiqet nuk humbet vlerën e tij, përkundrazi bëhet më I dukshëm. Heshtja jote bëhet një kufi që nuk mund të shkelet më, sepse nuk buron nga sfida, por nga pjekuria. Ti ke ndaluar të drejtohesh energjinë tënde drejt vendeve ku nuk është parë, dhe në atë moment tjetri fillon vërtet të ndjejë se çfarë do të thotë të mos kesh më akses të dikush që dikur ishte një vend I sigurt emocional. Pendimi nuk bëhet dëshirë për të rindërtuar të kaluarën, por një kuptim I dhimbshëm se ata humbën atë që u jepte atyre stabilitet, thellësi dhe të vërtetë, jo si varësi, por si rezonancë. Dhe kjo rezonancë nuk mund të detyrohet, të rikthehet apo të imitohet. Këtu rruga jote mbyllet me një përfundim të butë.
Jo sepse mbyllë derën, por sepse ajo u mbyll vetë kur mësove të ecje përmes qendrës tënde. Nuk ke nevojë për shenjë, për falje, për shpjegim. Heshtja jote është shpjegimi. Qartësia jote është përgjigjja. Dhe ndërsa në anën tjetër pendimi kryen ciklin e tij të vonuar, ti vazhdon të ecësh me një peshë të re të lehtë në gjoks, jo dhimbje, por ndërgjegjësim. Kjo është mbyllja e vërtetë, kur kupton se ajo që mbetet nuk është historia, por versioni yt që ka lindur prej saj.